Dosja Jeffrey Epstein, ku mesazhet janë publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë në faqen zyrtare të saj, ka nxjerrë në pa edhe emrat të figurave politike në Kosovë. Në një nga emailjet e publikuara në faqen zyrtare, figuron të jetë përmendur edhe emri i Begjet Pacollit. Emaili i 19 shtatorit të vitit 2012, e dërguar nga konsulli i Republikës së Kosovës në Tajland, kërkon që Jeffrey të shohë një video. Emaili në fjalë përmban titullin "Kush është Begjet Pacolli?" Përshëndetet Jeffrey. Princesha dëshiron që t'i shohë këto video, thuhet në emailin e dërguar nga Daniel, ku është edhe një link nga YouTube-i, por që e njëjti nuk është i klikueshëm. Mund t'ja dërgosh këtë Jeffreyt, thot konsulli i Republikës së Kosovës në Tajland e asaj kohe, Mon Luang Rajadasari, ja Jungura. E njëjta konsul u përmend edhe në një email të vitit 2012, ku përfshi edhe një ish presidente e Kosovës në vitin 2012, ku ani pse përmenden me emër atë periudhë presidente e Kosovës kishte qenë Atifete Yahyaga, mirë se vini në Paris. Princesha nga Tajlanda do të jetë në New York, Kombet e Bashkuara me presidentin e Kosovës. Ajo do të donte të ju takonte nëse keni kohë këtë javë, thuaj në email. Mon Luang Rajadasari në një tekst autorial i njeh rol vetes edhe në njohjen e Kosovës nga Tajlanda, duke thënë se ka lobuar edhe për njohjen nga shtetet e tjera. Që kurse u njoha me shkëlqësinë e tij zotëri Begjet Pacolli, zëvendës kryeministër dhe ish presidenti i Kosovës në Filipine në nëntor 2011, dhe mësova për gjendjen e vështirë politike të Kosovës e njerëzve të saj për të njohur si një entitet sovran, kuptova drejtësinë dhe ndershmërinë e kësaj kauze. Të njihesh si një entitet politik është një drejtë të cilën Kosova duhet ta gëzojë në sistemin politik social-ekonomik botëror. Kosova duhet të ekzistojë si një vend autonom. Për këtë qëllim, bashkova përpjekjet e mia me shkëlqësinë e tij zotëri Begjet Pacollin, për kushtimin vetmohues të cilit me të vërtetë e admiroj, që shprej atëherë kam investuar përpjekjet e mia në mbështetje të Kosovës dhe të drejtës së saj për të njohur nga të gjitha vendet sovrane, thuaj në atë tekst të shkruar nga ajo.